Sot do të flasim për një temë që prek zemrën e secilit prej nesh. Jemi në prag të 9 nëntori, ditës ndërkombëtare të jetimëve. Në çdo cep të botës ka fëmijë që përballen me mungesën e përkujdesjes prindërore, por gjithashtu ka njerëz që me dashuri, përkushtim dhe besim në Zotin përpiqen t'u japin shpresë dhe një familje shpirtërore. E ftuara jon sot është Ledina Rabdishta, drejtuese e qendrës Shpresa, e cila do të ndajë me ne përvojën, sfidat dhe mënyrat se si secili prej nesh mund të bëjë diçka për të ndryshuar jetën e një fëmije. Faleminderit Ledina që jeni për herë të parë në këtë studio. Përshëndetje, mirë se ju gjeta. Është shumë kënaqësi të kemi këtu. Gjithashtu. Së pari do donim të dinim si lindi qendra Shpresa, cili është misioni, vizioni i kësaj qendre. Qendra Shpresa ka lindur si vizion i Fondacionit Shpresë për Botën, i cili hapi dyert e tij me kërkesë të qeverisë shqiptare në atë kohë drejtuar ambasadës amerikane. Bëhet fjalë për 32-33 vite më parë. Duke parë nevojat imediate të asaj kohe, u vure se ishte jashtëzakonisht e domosdoshme të kishte një shtëpi familje, një shtëpi për fëmijët 14 deri në 18 vjeç, ku në atë kohë shteti e përfundonte detyrën e tij në moshën 14 vjeç dhe këta nuk kishin një vend se ku ta akomodoheshin. Sigurisht që shteti sot është fuqizuar, megjithatë shikojmë se ka një numër të madh të fëmijësh të cilët janë të paorientuar, të cilët janë pa një familje, pa një mbështetje për të vazhduar në këtë moshë që ndoja quaja si mosha më delikate. Po, madje edhe nga statistikat që unë di së fundmi, nga ato të viteve të fundit, janë 500 fëmijë në institucione rezidenciale në Shqipëri. Dhe është bekim që qendra juaj ofron në fakt të lloj shërbimi. Por çfarë ofroni konkretisht për këta fëmijë? Pra, ata janë akomoduar aty, flen aty, çfarë ndodh në qendër? Po. Fëmijët të cilët qëndrojnë në qendrën Shpresa janë të gjithë fëmijë rezidencial. Aktualisht kemi 22 fëmijë të grup moshës nga 10 vjeç deri në moshën 17 vjeç. Qëllimi jonë është të përfundojnë shkollën e mesme, pastaj të marrin një orientim që mund të jetë në një shkollë të mesme apo në universitet, mund të jetë qëllimi jonë është që t'i japim një orientim nëse do të shkojnë në universitet apo do të zgjedhin një profesion. Dhe gradualisht duke i sistemuar në punë që do t'i ndihmojnë ata të bëhen të pavarur pas largimit nga qendra Shpresa. Po si është një ditë në qendrën tuaj? Ata jetojnë si gjithë fëmijët e tjerë, pra që nga mëngjesi kur ngrihen. Ata jetojnë absolutisht si çdo fëmijë në familje që ka ato detyrat e veta kur ngrihet, rregullon shtratin, mbaron punë me higjienën personale, konsumon mëngjesin, marrin transportin publik për të shkuar në shkollë, ndjekin arsimin publik, bëjnë orarin e studimit, kanë drekën kur vinë, aktivitete dhe kurse të ndryshme mbasdite. Ndërkohë, a mund të na cilësosh së pari sa vite keni që jeni në drejtimin e kësaj qendre personalisht? Unë personalisht kam 11 vjet që punoj tek qendra Shpresa, po këto 6 vitet e fundit jam në pozicionin e drejtueses. Po. Besoj që gjithë ky qëndrim i gjatë e kjo punë juaja ka shënjuar në mendjen dhe në zemrën tënde momente prekse ndoshta, interesante, momente të lumtura. Mund të na tregosh pak më shumë? Ashtu si në çdo familje që ka momentet e gëzimit, ka momentet e sfidave, ashtu edhe në këtë familje të madhe nuk mund të mungojnë emocionet të kësaj natyre. Jemi përballur me emocione nga më të bukurat, kur fëmijë të ndryshëm na kanë thirrur në shkollë për shfaqje të ndryshme artistike që mund të kenë bërë, apo për vlerësime të ndryshme, çmime që janë dhënë në fusha të ndryshme siç mund të jenë shkencat eksakte apo sporti. Nuk dua të lë pa përmendur, patjetër edhe sfida të ndryshme. Sot me sfida të moshës adoleshentes përballet çdo familje normale që ka adoleshent, aq më tepër një familje e madhe me 22 fëmijë të cilët vijnë komplet nga backgrounde të ndryshëm nga njëri tjetri dhe do të thoja vijnë nga trauma të cilat nuk pretendojmë që mund t'i shërojmë 100%, por pretendojmë që punojmë me këto trauma në kohën që ata sistemohen në institucion. Po, dhe sigurisht që keni edhe staf për të bërë të gjithë të përkujdesje aty? Po, kemi një staf, do të thoja që është shumë i vogël, por shumë i konsoliduar. Ashtu si në një familje, sado shumë fëmijë të ketë familja, prap 2 figura ka, të 2 prindrit që kujdesen për ta. Ashtu dhe stafi aty është i vogël, shumë i konsoliduar dhe shumë bashkëpunues, inkurajues, suportues, do e thoja përballë çdo fëmije, përballë çdo në thonjza projekti që secili prej tyre sjell.
janë fëmijë të cilët kanë nevojë siç kanë nevojë për kujdese të përbashkët, kanë shumë nevojë për kujdese individuale, pasi siç e thash edhe në fillim, vinë komplet nga backgrounde të ndryshme. Sa të lidhur jeni emocionalisht, ose si është kjo shkëputja momenti kur një fëmijë largohet nga qendra për një jetesë pavarur në universitet? Ashtu siç në familje, që janë momente që vinë shumë gradualisht, ti e di që viti i fundit është një vit përgatitje. Ne, duke qenë se jemi në institucion, i kemi vënë fjalën, e kemi quajtur këtë fazë, faza e integrimit, ku ne punojmë për të hapur dyert me këtë fëmijë në strukturat të tjera ku ai do të akomodohet, që mund të jetë një shtëpi me qira, mund të jetë një konvikt, mund të jetë një universitet, mund të jetë një shkollë profesionale, patjetër edhe një punë part-time që do ta ndihmojë me financat. Dhe a kthehen ata për t'ju vizituar? Ke ndonjë rast Po, që kujton? shumë prej tyre kthehen. Sidomos viti i parë njërë është ajo ideja që sa të kenë një ditë pushimi apo një periudhë pushimi, ata mezi presin e padurim të kthehen, na takojnë, na tregojnë se si kanë kaluar, çfarë kanë arritur dhe sfidat me të cilën ata janë përballur. Dhe për ne patjetër që kjo është një kënaqësi më vete. Edhe kur marrin rrogën e parë, na marrin në telefon dhe thonë, e morë, ja dola. Edhe kur marrin ato provimet e para të sezonit, jemi të parë që lajmërohemi. Informoheni ju për këtë gjë. Patjetër. Po, patjetër që jemi pjesë jo vetëm e së shkuarës, po edhe pjesë e të tashmes, deri në një moment që jeta gradualisht do të drejtojë secilin në rrugtimin e vet. Ata shumë shpejt krijojnë familje. Megjithatë e shikoj dhe kam kuptuar në këto vite që sa herë që kanë mundësi kanë kontribuar me ndihmën e tyre në qendër, qoftë duke u referuar si modelin kurajimi, qoftë duke ndihmuar fizikisht, qoftë duke hapur një derë për një fëmijë që nuk ka qenë kurrë në familje. A keni kërkesa të vazhdueshme për të qenë pjesë e kësaj qendre? Pra, por gjithashtu keni edhe një numër të kufizuar që mund të pranoni. Ne patjetër që jemi të kufizuar në kapacitete. Kjo për shkak të buxhetit mujor, po kjo edhe për shkak të kushteve. Nuk mund të akomodojmë më shumë se 24 fëmijë. Kaq janë mundësitë. Kërkeset janë shumë të larta. Ka fëmijë të cilët e kërkojnë si alternativë qendrën shpresa dhe ne përpiqemi që edhe t'ju themi po edhe t'ju themi jo, po edhe t'ju themi të presin pak derisa të lirohet një vend në vitin që vjen. Si ndikon besimi i krishterë në punën e kësaj qendre, duke qenë se qendra Shpresa është një qendër e krishterë? Unë do të thoja që nëse nuk do të ishte besimi në mes, as 10% e këtyre sukseseve që i quajmë neve nuk do kishin ndodhur. Mendoj që Perëndia ka bërë një punë të mrekullueshme, duke i dhënë mençuri, urtësi, durim secilit prej nesh, pjesëtarëve të stafit, pasi duke qenë se është një shërbim 24 orë, ne jemi vetëm 6 veta që kujdesemi. Të mendosh që janë 22 fëmijë dhe vetëm 6 veta staf, thjesht janë 24 orë ka dita, mënyra se si koordinohen dhe ndiqen aktivitetet në shkollë, po edhe ndonjë problem shëndetësor, po edhe ndonjë lidhje me familjen biologjike, po edhe proceset gjyqësore, pasi ata janë pafund në proceset gjyqësore, është e mrekullueshme se si Perëndia i bashkëlidh gjithë gjërat, edhe sot jemi në këto rezultate që jemi, që për të cilat i gjithë falënderimi shkon Zotit patjetër. A ka pasur, ke ndonjë moment, rast specifik që vërtet e ke parë të fuqishme dorën e Zotit në qendrën tuaj, për një derë që ishte e pamundur të hapej, por u hap? Patjetër. Kemi pasur një vajzë e cila është larguar këtë vit në gusht. Ajo ka qenë një nxënëse ekselente. Unë nuk kisha parë ndonjëherë një vajzë të moshës 18 vjeçe, apo që 13 vjeç kur ishte ajo që erdhi tek ne, të studionte me atë lloj disipline, me atë lloj rregulli dhe me atë lloj korrektësie gjatë gjithë viteve të shkollës. Ajo nuk justifikoi ndonjëherë është ditë feste, janë orë të shkurtuara, s'kemi detyra, nuk kemi mësim, ishte gjithkohës shumë e rregullt. Ekselente. Ekselente. Dhe patjetër që adoleshentët kanë ato ngacmimet me njëri tjetrin dhe i thoshin, po ku do shkosh me këto që do mësosh, ja i tregonin ata se deri ku mund të arrinte ajo. Ajo gjithkohës thoshte, unë do bëj universitet jashtë, unë do fitoj një bursë jashtë, ndërkohë që asnjë nuk i kishte folur për këtë gjëra, asnjë nuk e kishte premtuar këtë gjëra, patjetër që ne e mbështesnim atë në lutje dhe ajo lutej për këtë gjë. Ishte besimtare, kishte një besim jashtëmase ishte e rritur, do thoja, në besim, dhe këtë reflektonte me dëshminë e saj, këtë reflektonte me kurajon që kishte për të ndarë ungjillin edhe në shkollë.
Dhe ndodhi që në vitin e fundit një grup misionarësh, mjekësh, zgjedhin që të sponsorizojnë një fëmijë tek qendra për të ndjekur një ndër universitetet më të mira në Amerikë. Dhe ne patjetër që do sugjeronim këtë vajzën, edhe po ishim të gjithë kështu që po ne luteshim për ta inkurajuar, po nuk është, edhe ne si të rritur nuk kishim aq besim që do ndodhte diçka. U hap një rrugë për të. U hap një rrugë dhe rruga që dukej që Zoti kishte ndarë me të. Çfarë bekimi. Ky është vërtet bekim. Si ka ndikuar besimi i krishterë edhe tek këta adoleshent, tek këta fëmijë, qoftë në mënyrën se si ata nisin ta perceptojnë jetën, komunikimin me shokët, sjelljen e tyre, shërimin emocional, sepse vin nga jetë jo të lehta dhe nga trauma familjare. E para njerë, jo të gjithë fëmijët që vinë aty janë të besimit të krishterë. Mund të them që një numër shumë i kufizuar. E dyta, nuk mund të pretendojmë, apo do të gënjeni veten nëse do të thonim që në këto 4 vite që ata qëndrojnë tek neve, arrim një shërim të traumave, pasi këto janë trauma që do t'i shoqërojnë ato gjatë gjithë jetës, por qëllimi dhe sfida dhe puna jonë është t'i mësojmë ata si të punojnë me këto trauma, që jo trauma të drejtojë jetën e tij, po si këta fëmijë, duke u rritur dhe duke kuptuar ta menaxhojnë atë që kanë kaluar, se si mund ta kthejnë në forcë, se si mund ta kthejnë në dëshmi dhe si mund ta kthejnë në mirënjohje, pasi ne e dimë që Zoti gjithçka e përdor për një arsye. Megjithatë, ndryshimi dhe ndikimi duket apo jo, pa diskutim që ka një rezultat të mirë, duke besuar në Jezusin edhe fal punës tuaj si qendër, që duhet të thënë që keni bërë dhe po bëni një punë të shkëlqyer. E përveç kësaj që ju bëni ne si individ apo si komunitet, çfarë na sugjeron, çfarë mund të bëjmë për të ndihmuar këtë kategori të fëmijëve? Ka shumë për të bërë dhe nuk do të ndalesha për të thënë se çfarë. Pasi unë kam kuptuar të gjithë bashkëpunëtorët tanë më të afërt, të gjithë ata që unë do t'i quaja si kreu jon i djathtë, megjithëse nuk janë përdit fizikisht aty, janë në lutje patjetër, janë me ne në ditë të vështira, janë në ditë të gëzimit, secili prej tyre thjesht ka ardhur dhe ka trokitur një ditë në fondacion, ose thjesht ka dëgjuar nga dikush tjetër dhe është inspiruar, është frymëzuar për të bërë një vizitë tek neve. Dhe patjetër që një pjesë Perëndia i ka drejtuar se ku mund ta japin ata kontributin e tyre. Dhe kjo është shumë herë më e bukur se t'i them unë që a mund të na ndihmoni te kjo pjesë. Po lidhur me familjet e krishtera, si mendon se e rëndësishme është që këto familje të hapin dyert e tyre, të japin nga koha e tyre, të luten, e të gjejnë një mënyrë edhe në këtë formë për të ndihmuar këta fëmijë. Përveç një mbështetje financiare apo materiale që mund ta sjellin tek ju. Bibla na ka tërhequr vëmendjen, na ka thënë që ne duhet jemi të kujdesshëm ndaj jetimëve dhe të vejave. Që kështu secili prej nesh patjetër që mund të japë një kontribut, sipas asaj që Perëndia, dhuntie që Perëndia na ka dhënë secilit prej nesh. Më mirë se kushdo që lutet, kalon kohë me Zotin dhe kupton se kush është vullneti i Perëndisë për të ndihmuar në një X fushë të caktuar, më mirë se kaq nuk mund ta tregoj unë. A janë disa sfida madhore që ndoshta një qendër e tillë mund të përballet? Kush mund të jetë një sfidë e tillë? Ose çfarë mund të ndihmojmë ne për të përmbushur? Cilat janë nevojat konkrete që ju aktualisht keni si qendër? Secili prej fëmijëve ka nevojë të ketë modelin e një familje. Ka fëmijë të cilët nga materniteti janë sistemuar nëpër institucione dhe ndoshta ne jemi institucioni i fundit që ata kalojnë për shkak të moshës që trajtojmë kryesisht adoleshentët. Dhe është për të ardhur keq kur e mendon se si një fëmijë 15-16 vjeç nuk e di se si është një shtëpi nga brenda. Nuk ka pasur kur kontakt me një familje me 5-6 antarë, sepse është mësuar gjithkohës në institucion që çdo veprim, çdo aktivitet, çdo vakt e ka konsumuar në një grup 20-30 veta. Ne është mirë të kuptojmë që si funksionon familja, sepse në fund të fundit ne jemi aty për t'i edukuar, patjetër për t'i transmetuar besimin ton, atë që Krishti ka bërë për ne, dashurinë e Perëndisë të gjitha, por në fund të fundit ne duhet t'i tregojmë atyre se si funksionon një familje e vërtet. Pra më konkretisht, cila është nevoja që ju mendoni më e madhe që keni si qendër për ta përmbushur? Atëherë do cilësoja që nevoja më e madhe që jo vetëm qendra, por dhe ata fëmijë kanë nevojë të shikojnë është se si funksionon modeli një familje. Patjetër që familje të përsosura, pa probleme, pa sfida nuk ekzistojnë, por kjo është e bukur e familjes, që gëzimet dhe sfidat i kalojnë bashkë. Dhe këta kanë nevojë
të njihen se si funksionon modeli një familje. Do të thoja dhe mbështetja financiare do të jetë shumë e nevojshme, pasi na lejon neve të punojmë më shumë, na lejon ne të ngrejmë vizion, na lejon ne të zgjerohemi më shumë në ato kapacitete që Perëndia na ka dhënë deri tani. Duke qenë se jemi në prag të ditës ndërkombëtare të jetimëve, cila do të ishte thirrja juaj për kishat mëngjelore në Shqipëri? Thirrja që unë do të jepja çdo kishe, çdo familje të krishterë, çdo drejtuesi të kishës do të ishte të gjeni një herë momentin që të vinin dhe të na bënin një vizitë në institucion, pasi jam shumë e bindur pas asaj që do shikojnë, patjetër që Perëndia ka për të folur në çdo flasi në jetët e të gjithëve, në zemrat e të gjithëve, disa do të çukisi tek mendja e disave dhe do t'i drejtoj apo do i tregoj vullnetin e tij se kush janë disa gjëra që këta persona, këto grupe, këto kisha mund t'japin kontributin. Atëherë Ledina, do donim edhe një mesazh për gjithë ata fëmijë që sot ndihen të harruar. Nëse ka fëmijë sot në institucione të cilët ndihen të harruar, mesazhi që unë do t'i jepja është Perëndia që ju ka krijuar në një mënyrë të mrekullueshme, nuk ju ka harruar. Ai patjetër që ka një plan të përsosur për secilin prej tyre, siç ka për çdo njeri në këtë botë. Do t'i thoja, nëse vendosin besimin tek Perëndia, barra dhe pesha e tyre patjetër që do të jetë më e lehtë dhe Perëndia do të kujdeset për nevojat e tyre. Unë dua të të falenderoj ty edhe gjithë stafin e Qendrës Shpresa për punën e mirë që po bëni. Jeni bekim. Faleminderit ju për ftesën. Dita ndërkombëtare e jetimëve na kujton se dashuria e Zotit shkon përtej çdo kufiri dhe se secili prej nesh mund të jetë një dritë e vogël në jetën e dikujt që ka nevojë për ngrohtësi, kujdes edhe shpresë. Zoti ju bekoft miq edhe çdo fëmijë që ju prekni me dashurinë tuaj.